Sikur se e shihni, prapa meje punimet vazhdojnë edhe sot. Në këtë kohë të mirë, edhe pse me ditë të shkurt, punëtorët janë duke përgatitur ndërtimin e kupollës, është pjesa e fundit e ndërtimit të skeletit të objektit tonë. Donacionet të cilat na kanë ardhur prej vëllezërve dhe motrave tona kanë ndihmuar në ngritjen e xhamisë, sikur se jeni duke e pa. U shpresojmë që Allahu xhelle xhelaluhu të shpërblen çdo një i cili ka qenë kontribues, qoftë në aspekt moral, qoftë me dua, qoftë me përkrahje, qoftë edhe me pasurinë e tij. Vëllezër dhe motra, kjo fazë e ndërtimit në të cilën ne kemi arritur është bë vetëm me ndihmën e Allahu xhelle uala, më pas me kontributet tua. Çdo gjë që shihni është bërë me ndihmat e vëllezërve tonë, fillimisht me ndihmën e Allahu xhelle uala. Megjithatë, për të vazhduar ky projekt, ashtu siç është parapar, dhe që të jetë kjo pikë, kjo xhami, një qendër edukative në qytetin tonë, mendoj mos që të vazhdojmë të kontribuojmë dhe ta ndjejmë këtë barë të përgjegjësisë të gjithë mënyrë të barabartë. Kështu që lusim Allahun xhelle uala që çdo kush i cili ka mundësi që të kontribon, lusim Allahun që t'ja mundson kontributin në këtë qendër, që kjo xhami, xhamia Nur, që do me thonë dritë, të ndriçoj vendin ton me dritën të cilën don Allahu që të ndriçohet dynjaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.